Mëngjesin e sotëm, 2 prella të lëshuara nga Libani drejt Izraelit shkaktuan një arrekim të ashpër nga ministri i mbrojtjes së Izraelit, Israel Katz, i cili paralajmëroi qeverinë libaneze për përgjegjësi të drejtpërdrejtë ndaj çdo sulmi në Galile. Nëse nuk ka qetësi në komunitetet e Kiryat Shmanoas dhe Galileit, nuk do të ketë qetësi as në Beirut, deklaroi ai, duke nënvizuar se Izraeli do të garantojë sigurinë e banorëve të tij dhe do të përgjigjet me forcë ndaj çdo kërcënimi. Ushtria izraelite konfirmoi se njëra nga prellat përfundoi në territorin izraelit, ndërsa tjetra në Ranë, Liban. Incidenti është i dytë që nga marrëveshja e armëpushimit që i dha fund luftimeve me Izraelit dhe Hezbollahut, një grup militant i mbështetur nga Irani. Megjithatë, sulmet e herpashershme izraelite në jug të Libanit kanë vijuar pavarësisht armëpushimit. Tensionet u përshkallëzuan pas sulmeve ajrore izraelite në jug të Libanit, ku 6 persona humbën jetën dhe Tel Avivi pretendoi se kishte shënjestruar operativ të Hezbollahut. Konflikti u ndes fillimisht më 8 tetor të vitit 2023, kur Hezbollahu nisi sulme raketore ndaj Izraelit në mbështetje të Hamasit, pas një sulmi të këtij të fundit në jug të Izraelit që nxiti luftën në Gazë. Përplasjet ndërkufitare u kthyen në luftë të hapur, duke përfshirë bombardive masive nga Izraeli dhe dislokim të trupave toksor në Liban, një pjesë të cilave u tërhoqën pas armëpushimit të nëntorit. Gjendja mbetet e tensionuar në kufirin izraelito-libanez, ndërsa komuniteti ndërkombëtar vazhdon të bëjë thirrje për vetëpërmbajtje dhe respektim të armëpushimit. Situata aktuale kërcënon stabilitetin e rajonit dhe rrezikon për shkallëzimin e mëtejshëm të dhunës mes palëve të përfshira.